Mirëmbrëma, njerë. Unë kam ndjekur paka shumë qëndrimin e qeverisë shqiptare dhe më duket një qëndrim ekstremist. Një qëndrim ekstremist ndaj një vëndi si Izraeli, e tha dhe zoti Hasani këtu, që jemi në mbështetje pa lëkundje të Izraelit, që edhe nga vetë Izraelitët sot, po një pjesë e mirë e Izraelitëve sot po akuzohet se po bën genocid. Po shfarros fëmijë, po shfarros të pafajshëm, po shfarros pleqja atje në Gaza. Do me thënë, ne jemi këtu para një holokausti dytë, në sens të kundërt. Dhe, pavarësisht kësaj që është një qëndrim moral, ka dhe qëndrime që nuk përputhen. Duke bombarduar Iranin, Izraeli po shkel kartën e OKB-s, nenin dytë kartës OKB-s. Po shkel protokollin e Gjenevës që e ndalon rreptësisht të goditen në mënyrë preventive vende ku ka përpunim nuklear apo bërthamor. Pra, qëndrimi i qeverisë shqiptare është ne mbështesim të drejtën e Izraelit për të vetë mbrojtur. Por ky është bërë një tokë fjalësh që brenda të cilit duket se mbështjell gjithçka, se është tjetër gjë e drejta e Izraelit për të vetë mbrojtur dhe është totalisht tjetër gjë të justifikosh përmes kësaj sulme preventive të pa justifikuara. Çdo me thënë sulme preventive. Do me thënë, ne sot shohim Shtetet e Bashkuara, akoma ka një debat midis presidentit dhe shefes të inteligjencës, që ka apo s'ka Irani bombën atomike, armë bërthamore, ta them. Pra, a jemi në pikën që duhet goditur dhe derisa shtete shumë të fuqishme, shumë të rëndësishme se ne kam këtë dilemë, Shqipëria një vend i vogël, që jo vetëm streon këtu opozitën, po duhet jemi sensitiv se është një vend që ka një komunitet të rëndësishëm të një besimit saktuar. Pra duhet jemi sensitiv dhe ndaj atyre njerëzve. Dhe të bëhemi këtu më katolik se Papa Zoti Hasani, më duket mos keni, pra për ta përmbledhur gjithën e pyetje, mos keni shkuar pak më larg se sa duhet, ky është shqetësimi. Nuk më duket se ne kemi shkuar më larg se sa duhet. Të gjitha ato që ju thatë janë deduksione, qëndrimet tona kanë qenë gjithmonë në përputhje me ato që komuniteti ndërkombëtar perëndimor i vlerave demokratike, i mundësive të lira dhe të barabarta, i vendeve të demokracive ka mbajtur, dhe këto janë qëndrime që ne kemi mbajtur në unison, siç e thash në fillim, si në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Vjenë, ashtu dhe në zyrat qendrore të OKB-s në New York. Kjo është konstante, e qëndrueshme, e pandryshueshme, dhe ne do të vazhdojmë që t'i bashkohemi zërave të miqve, partnerëve dhe aleatëve tanë. Çdo gjë tjetër është deduksion dhe më lejoni që mos të komentojmë deduksione, pasi po shkojmë në një drejtim që nuk i përgjigjet as pak realiteteve. Për sa i përket pastaj komuniteteve, mendoj që rezultati i zgjedhjeve të partisë jashtëjave ka treguar që në politikë jashtme kemi mbështetjen dërmuese të shqiptarëve edhe në ato që bëjmë dhe në vendimet që marrim edhe në rrugën që ndjekim, dhe do të vazhdojmë të jemi krah për krah aleatëve tanë, krah për krah vendeve të Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe atyre shteteve dhe realiteteve të cilat na kanë mbështetur tradicionalisht në rrugtimin tonë. Nuk mundemi pra si moment që të gjejmë justifikim në veprimet agresive të regjimit ajatullahëve, në rastin konkret ndaj shtetit të Izraelit, në rastin konkret ndaj rendit dhe paqes në botë, dhe padyshim dhe raport me Shqipërinë, një vend i cili na ka sulmuar 3 vjet më parë, por e ka konsideruar gjithmonë Shqipërinë si një mundësi për të agresuar edhe për të shkatruar ato realitetet cilat ne jemi përpjekur fort në këto 5 vite të kryer.
Do të thënë, vetëm një ndërhyrje të vogël që mos sa kohë, unë besoj se nuk është deduksion fakti se duke goditur dhe bombarduar në mënyrë unilaterale, Izraeli ka shkelur dhe kartën e OPKB-s dhe protokollin e Gjenevës. Pra këto janë fakte dhe Shqipëria ndaj këtyre dhunimeve të bëj sikur nuk ekzistojnë dhe thot ne jemi dhe mbështesim Izraelin, kjo është që më duket mua absurde. Pastaj tjerat mund t'jenë komentet mia, po këtu është çështje faktesh. Po, zoti Bushati, as OKB-ja, as ANEA, asnjë nga agjencitë përgjegjëse për situatën nuk ka marrë në një qëndrim të tillë dhe prandaj them që është deduksion. Po ato janë të shkruara. Domethënë nuk ka nevojë. Jo, nuk ka asgjë të shkruar për situatën, deri tani ka një dënim masiv, ka një dënim masiv. Sulmet preventive dënohen, sulmet unilaterale, sepse nesër Rusia godet dikë se thotë ka goditur Rusia, qëndrimi ka qenë kundra Rusisë, me të drejtë. Tani pse ka dy standarde, shumë thjesht. Pra kur goditi Rusia dhe shkeli normat, nuk kemi Hezbollah, zotri, nuk kemi Hezbollah, si më fal, ne nuk po diskutojmë se është Iranin. Nëse diskutojmë për Iranin, diskutojmë ashtu siç duhet. Pra, ne po themi pra mos ngatrojmë gjërat, ne po themi juridikisht. Irani ka kusuret e veta, është një shtet që ka probleme, nëse do, shtetet terrorist nëse do, po kjo nuk do të thotë që të shkelësh të gjitha normat ndërkombëtare. Kur e shkeli Rusia, me të drejtë u ngrit gjithë komunitetin ndërkombëtar dhe Shqipëria dhe e denoncoi. Të njëjtën gjë bën Izraeli nuk denoncohet, a nuk është një qëndrim me dy standarde, kjo është ide që askush nuk ka denoncuar qëndrimet e drejtanishme. Mirë është që bisedë me mujahedinët ne nuk kemi, kështu që ne do vazhdojmë në këtë rrugë që kemi ndjekur. Baton ke. Atëherë unë po mundohem t'i bëj dy pyetje mbrëma njerëz. Së pari mirëmbrëma ministër. Dhe para, po jetojmë në një kohë kur dy institucione, ky më i madh i OKB-s gati që është i hesur, mos themi që nuk ekziston. Dhe po më duket fati i juaj dhe i joni dhe i Shqipërisë është që kemi qenë të fundit që kemi diskutuar për procedura dhe për probleme brenda OKB-s. Dhe si duket kjo do t'jetë edhe për një kohë gjatë një harres, ose nuk do të diskutohet më. E dyta, që me që përmenet e OKB-n, prandaj e bëra këtë konstatim. E dyta, kemi një rrugë unilaterale të vendimeve të shteteve, po themi të superfuqive, të cilët organizmat ndërkombëtar, çfarë është OKB-ja, pastaj çfarë është Geshtatja, janë pa përfillshme më.